Replik për shkak të përdorimit të emrit. Kam përpara një kërkesë të firmosur nga deputeti që sapo foli, i cili për këtë shkeljen që pas kemi sjell ne ka propozuar amendamente. Në komision, sapo ndryshe themi, ndryshe bëjmë, ç'të bëjmë ne të shkretët, ç'na ka gjetur me ju, sa i përket saj kërkesës, pa dyshim që të mblidhe në komisionin e jashtëm, këto të shqyrtohen, pra e pas kemi te i kaluar fazën e procedurës, sepse na pas kanë ardhur amendamente. Kështu që këtë teatrin me këto deklaratat, këtë teatrin se gjoja na pas ke gjetur zotrote një zgjidhje procedurale, e para që ta dish kur bëhet fjalë për angazhim ndërkombëtar dhe pjesëmarrje në organizata ndërkombëtare, institucioni i Presidentit të Republikës është përfshirë sepse brenda gjithë dosjes përkatëse do të keni dhe plot fuqishmëritë apo autorizimin e Presidentit të Republikës. Që ta dini këtë gjë se ndoshta ju ka shpëtuar. Po kërkoje se do ta gjesh komision. Shko në komision e pyet përfaqësuesit e qeverisë. Aty e ke. Prandaj zoti kryetari i kuvendit, për të mos humbur kohë, ju lutem të kalojmë në votim kërkesën tonë. Shqipëria edhe kryeministri vet nuk ka kohë për të humbur, për të marrë me njerë detyrat që burojnë nga pjesëmarrja në këtë kartë të bordit të paqes. Faleminderit. Jo, zoti Bardi për procedurë morët fjalën, folët, sepse ja u dham kohën bashkë me 10 minutë e diskutimit. Replik mbi replik nuk mund të bëhet, po çfarë ke? Procedurë morë fjalën. Fole për procedurë. Zoti Sheaj dhe më pas kalojmë votim. Jo, vazhdo. Ma dha mua, okay. Zoti kryetar, ndërkohë që ne flasim këtu dhe flasim për procedura, po ndodh diçka historike në gjykatën kushtetuese, zoti kryetar. Zoti Sheha, kjo nuk ka lidhje me procedurën. Për procedurë, zoti kryetar. Ne jemi institucioni i Kuvendit të Shqipërisë. Kemi agjendën tonë, ju lutem flisni për agjendën tonë nëse keni diçka, për rendin e ditës, për ditën e sotme. Zoti kryetar, më lejo ta mbaroj, ju lutem, se do dalte procedura. Dakor? Tani, zoti kryetar, prokuroria ju është drejtuar deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për heqjen e imunitetit të zonjës që është shturur aty, sepse do ta arrestojë. Neve, si përfaqësues të Partisë Mundësia, na është mohuar e drejta të kemi provat mbi të cilat prokuroria kërkon arrestimin e asaj zonjës që është shturur aty dhe po qesh dhe tall. Të lutem. Kjo nuk është procedurë. Nuk është procedurë, nuk ka lidhje me rendin e ditës sotme. Zoti Berisha. Vetëm një pyetje. A jeni gati ju? A jeni gati që Ramaduro t'ja transferoj, t'ja delegoj kompetencat Lubi Ballukut? Ju lutem zoti Berisha. Na u përgjigjni këtë pyetje. Jo me këtë gjuhë.
Kjo është pyetja. Në parlament, në kuvendin tonë nuk e lejojmë të gjuhë. Po, kjo. Jo, nuk e lejojmë E këtë. shef? Këto etiketime Edhe shef ka kaluar Bejnat. koha. Jo, Gjithë jeni lubisht. Jeni lubisht. Zoti Fatmir Mediu për procedurë. Jo. Kryetar, Jo pra. Jo, pra, Kryetar. se po ofendon, po thyen. Zoti Bardhi ja u bëri të qartë një kërkesë, i cili o Gazi a mundet pastaj. Pra Zoti Bardhi ja u bëri të qartë një kërkesë që lidhet me ju në atë parë me gjithë secilin deputet këtu, të respektojmë kushtetutën. Dhe kjo është një çështje që te kalon dëshirën tonë. Se po vazhduam kështu, unë nuk e di se do kemi më parlament apo jo. Ne në mënyrë të pa diskutueshme që për çështjet e sigurisë dhe marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për bordin e paqes bijem që të gjithë dakord. Por nuk mund bijem dakord për të mos respektuar kushtetutën dhe procedurat. Sepse kështu siç po bëni ju, do vini një ditë të propozoni Edi Ramën me mandatin e Bajram Begajt për të bërë mbreti i këtij vendi. Dhe pastaj do ta aprovoni, mbreti u çmend dhe do dalim gjithë tonë më rrof mbreti. A ka mundësi të respektojmë kushtetutën dhe procedurën? Kjo është e thjeshtë. Faleminderit. Natyrisht që kjo është një mbledhje që mblidhet konform kushtetutës dhe rregullores, padyshim. U thanë disa të pavërteta, të cilat mirë është të sqarohen, u tha që po vendosin për një vendim i cili është i pafirmosur nga kryeministri dhe i pa kundërfirmosur nga ministra e jashtme, nuk është e vërtet. Ky është vendimi i firmosur. E para, e dyta lidhur me këshillat tuaja për respektimin e rregullores edhe të kushtetutës. Ju siguroj që dhe kushtetuta që ju flakërit sigur është marrë, është ngjitur nga ne dhe është vendosur në raft, në respekt të kushtetutës, Zoti Bardhi. Hedhim në votim për miratim kërkesën për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes pranimit të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes. Votimi është i hapur me karton. Kush është pro? Numëro votat pro. 80 vota pro. Kush është kundër? Kush është kundër? Numëroni votat kundër. -22 vota kundër. Kërkesa procedurë përshpejtuar miratohet. Me miratimin e kërkesës për shqyrtimin e procedurë përshpejtuar të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes, u vendos që ky projektligj do të diskutohet dhe miratohet në këtë seancë plenare. Përpara se të fillojmë me shqyrtimin dhe votimin e projektligjit, është e domosdoshme të mblidhet Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme për të shqyrtuar projektligjin. Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme do të mblidhet në zyrën Gert Bogdani, këtu në godinën e sallës plenare. Të japim kohë 1 orë e 20 minuta komisionit dhe të rikthehemi në orën 12:00 për të vazhduar seancën plenare me shqyrtimin dhe projektimin dhe miratimin e projektligjit. Faleminderit, shihemi në orën 12.